Kudo në rrjet po flitet për Xhesin dhe ka një lloj zemërimi me të, por a është ai shkaktar apo është produksioni? Unë shpjegova në videon e djeshme në Troç me Redin se nëse nuk do të ishte një mekanizëm ku të gjithë banorët do të ishin kok më kok, ku njëri prej tyre do të shpallte finalisti i parë, ai do të ishte Xhesi pa diskutim. Por ndodhi ajo që edhe unë e thash, që një mekanizëm paksa të ngatruar në përballje ose finalisti i parë do të ishte Rozana, por këtë herë betejën ajo ka kok më kok me Gertën. Se kush prej tyre do të shpallet finaliste e parë, këtë do ta them më pas, pasi të diskutoj dhe të jap mendimin tim për situatën me Xhesin. Të gjithë mbrëm prisnin që të shpallte finalisti i parë Xhesi. Ai ka audiencën maksimale, ai ka mbështetje maksimale, ai është lojtari që e ka bërë këtë Big Brother. Këtu biem dakord. Por ai çfarë ndodh brenda shtëpisë nuk është në favorin e Xhesit. Banorët aty nuk janë të një mendimi të gjithë që duhet ishte Xhesi që duhet të shkonte në një televotim kok më kok, pasi realisht loja është bërë dhe nga lojtarët e tjerë. Janë dy lideret e divaneve që në atë shtëpi kanë qenë kundërshtare që nga dita e parë, Rozana dhe Gerta. A e kanë bërë me plan apo i ka ardhur natyrshëm? Kjo nuk ka shumë rëndësi. Rëndësi ka që nga dita e parë e deri më tani në 101 ditë qëndrimi në atë shtëpi, të dyja ato janë parë dhe kanë luajtur si lidere të dy divaneve. Gerta e divanit të kuq dhe Rozana lidere e divanit blu. Pra, edhe një televotim kok më kok ka qenë më i arsyetueshëm. Pra dhe një garë kok më kok është më e arsyetueshme nga pjesëtarët e dy grupeve për të çuar liderin e tyre në këtë përballje. Apo humbet kështu Xhesi fitoren, apo i zbehet atij rrugtimi dhe rruga e artë për të kapur çmimin e madh dhe për të shpallur ai fituesi i edicionit të 4. Pa diskutim që jo. 10 finalisti parë u zgjodhi Romeo dhe doli treti në finale. Nuk ka rëndësi se kush shkon i pari në finale, por rëndësi ka se kush është fenomen në këtë lojë, këdo publiku, kush ka audiencën, kush e ka mbërthyer audiencën, kush ka shkaktuar polemika, kush ka sjellë risina të lojë, siç është Xhesi me zarfat e zinj që kanë nxjerrë disa banor, dhe padyshim që Xhesi do të jetë fitues. Nuk ka asnjë dyshim tjetër që do të jetë vetëm ai për të gjithë dinamikën, për të gjithë pulsin dhe për të gjithë hallakamën, siç thuhet në gjuhën popullore, i ka bërë këtij edicioni. Në shihet e mia do doja që të ishte Gerta. Edhe Gerta besoj që do të jetë finalistja e parë, edhe pse ka një lloj tymnaje që do të jetë Rozana, por për mua meriton të shkojë lojtari, sesa një person që është mbështetur nga produksioni. Në sytë e mi, por edhe në disa të tjerëve, padyshim që Rozana është një lojtare e fortë, por është mbështetur nga produksioni. Çdo prime ka histori, çdo prime ka një surprizë për të. Nga ana tjetër, pse them që Gerta do të dalë finalistja e parë. Edhe pse në këtë rrugtime është treguar e ftohtë, e egër, ajo ka guxuar, ka bërë një lojë të mirë, ka bërë një lojë ku ka qenë lidere dhe ka grupin e saj më shumë antar ende në shtëpi, ka përballuar situata, ka përballuar sulme të njëpasnjëshme dhe sulme në grup, siç ishte i ditëve të fundit i Rozanës dhe i Laertit, me provokime ordinere, me provokime për të bërë ty që të dalësh nga vetja dhe të godasësh kundërshtarin, por Gerta nuk e ka bërë më këtë. Pas gabimit që bëri me Xhesin, ajo në lojë ndryshoi dhe u bë më e kontrollueshme në qëndrimet e saja, pas çka provokimeve tepër të forta që ka marrë. Nga ana tjetër, edhe në rrjetet sociale, por edhe në sondazhe, po shikoj që po mbështetet Gerta në krahasim me Rozanën për të qenë pikërisht ajo finalistja e parë, që do të shpallet këtë të shtunë gjatë prajmit. E për të gjithë fancat dhe për të gjithë ndjekësit e Xhesit, duhet të presin të shtunën për të parë se çfarë mekanizmi tjetër do të ndiqet për të mësuar se kush do të jetë finalisti i dytë, i tretë, apo dhe sa finalist do të jenë, pasi ende nuk është treguar nga produksioni numri real i personave që do të shkojnë në finale. Është një garë e fortë, një garë me personazhe që le të themi janë dinamik që nga dita e parë e lojës, por edhe me personazhe që kanë luajtur fort dhe kanë mbërthyer publikun me të gjitha veprimet të mira apo të këqijat e tyre. Nga ana tjetër Gerta, kur zgjodhi emrin e Rozanës,
është lojtare më koherente në atë lojë, e ka thënë dhe ka qëndruar besnike emrit të Rozanës si kundërshtare. Në të kundërtën, Rozana zgjodhi Jozin, që të gjithë e dim, malin, arsenalin, me fjalor, me denigrim, me ofendime që ka bërë kundër saj, por ishte kjo Rozan që tha dua të jem kokë më kokë me Gertën, edhe në këto orët e fundit, pikërisht ky fakt nuk po pëlqejet nga ndjekësit e Big Brotherit dhe shikojnë Gertën më trimëresht, më luftarake dhe më të drejtë për drejtë në përballjen që kërkoi me Rozanën. Nga ana tjetër, për mbyllje, dua të them që ky vit nuk ka fitues tjetër, po porse Xhestit.